se unë i kam kaq vite a është e mundur apo s'është e mundur. Shpesher është e mundur edhe në moshën 60 vjeçare. Do të thonë, femrat janë më të predisponume për me arrit, do të thonë, zgjerimin, mirë po fillimisht bëhet një CBCT, pra një 3D fotografim. Aty e shohim na se shkallën e osifikimit, i themi na, e shohim sa është çaj kocë kompakte dhe sa është mundësia për me e zgjeru nofullën. Dhe pikrisht aty e vendosim a është apo s'është e mundur. Se tash me siguri ka njerëz të cilët po na dëgjojnë dhe doin me pyet nëse kam ne deri në moshën 40, 50, 60 pa e rregullu, cila është indikacioni që duna dhe rekomandohet me rregullu në këtë moshë. Po, sigurisht, nëse pse jo, pse mos rregullohet edhe në atë moshë, pse mos kemi edhe një buzëqeshje të mirë edhe në atë moshë, sidomos tani më edhe në moshën e pensionimit, njerëzit kur po dalin pension, po dojnë më u duk ma bukur, por përveç që dukemi ma bukur, kemi edhe përmirësim të kafshimit e funksioneve të tjera që i përmendëm ma heret, prandaj po pse jo, fillimisht bëhet 3D-a, shikohet a është e mundur ose jo dhe pastaj vazhdohet.